Mirëmbrëma, mirë se vini në Tirana Live. Një shkrim I portalit zëdhënësit të Partisë Demokratike është përgënjeshtruar nga I dërguari speciali I presidentit Trump. Richard Grenell I bëri thirrje Alfred Lelës të heqë një shkrim ku sipas tij ai kishte folur që Rama të shkonte në një darkë me djalin e Donald Trump kur ai ishte në Beograd. Paralajmërimi I Grenell në rrjetet sociale rishpërndahet edhe nga Trump Jr. në një mbështetje të plotë ndaj akuzës së Grenell se zëdhënësi I Partisë Demokratike kishte gënjur në shkrimin e tij. Një shuplak e papritur por e kërkuar për Partinë Demokratike dhe drejtorin e saj ka ardhur nga përtej oqeanit. Njeriu I afërt I Donald Trump, ambasadori Richard Grenell, ka hedhur poshtë një shkrim të publikuar nga portali I drejtorit të komunikimit të Partisë Demokratike, Alfred Lela, në të cilin përmendej si lobist I Ramës për 2 takime me djalin e presidentit amerikan. Shkrimi është postuar nga disa media, mes tyre dhe portali Politico.al, por Grenell kujdeset të përmendi vetëm Alfred Lelën për shkak të pozicionit të tij zyrtar në Partinë Demokratike. I dashur Alfred Lela, e kuptoj që jeni disa ditë larg zgjedhjeve të rëndësishme. E kuptoj që emocionet janë të larta. Zgjedhjet tuaja kam ndjekur në heshtje, por kjo histori nga media juaj është një gënjeshtër totale. Duhet të korrigjohet menjëherë dhe të hiqet nëse ju interesojnë faktet. Në artikull shkruaj se Grenell ka qenë dora e fshet lobuese e Ramës për t'i mundësuar 2 darka me Donald Trump Jr., që muajt e fundit ka qenë në Beograd e Budapest. Takimet në fakt nuk kanë ndodhur, por artikulli përmend se në Washington, darkat e Ramës me Donald Trump Jr. janë ndaluar nga njerëz afër Suzy Wiles, përfshirë edhe Chris Lacivitën. Suzy Wiles është shefja e kabinetit të presidentit Trump, ndërsa Lacivita ka njohje me të gjatë fushatës presidenciale. Grenell hedh kategorikisht poshtë këtë shkrim, të cilin e cilëson me gërma kapitale si një gënjeshtër totale, por që shja mbi tortën e hidhur ndaj Partisë Demokratike I vjen nga vetë djali I madh I Donald Trump. Trump Jr. ka ripostuar reagimin e Grenell, duke konfirmuar hapur se tek ai nuk ka lobuar askush për të takuar apo darkuar me Ramën dhe se dhe ai e quan shkrimin një gënjeshtër të madhe. Në fund, ambasadori dhe Donald Trump Jr. I lën dhe një shënim Partisë Demokratike. Për ta, Shqipëria është një vend I preferuar për të vizituar e pushuar, sidomos në dhërmi e Vlorë, me pamje nga deti dhe nga Sazani. Lajmi pas është fshirë nga portali Alfred Lelës, por dëmi ndërkohë është bërë. Partia Demokratike vet ka heshtur, e po ashtu edhe Chris Lacivita. Duke komentuar këtë shkrim në portalin e zëdhënësit të Partisë Demokratike, Edi Rama thot se vetë familja e presidentit Trump e ka përgënjeshtruar atë. Kryeministri e quan shkrim të turpshëm, ndërsa thot se Sali Berishën në Amerikë nuk e njeh askush veç atyre që paguajnë $6 milion e lobimit. Sot kishte futur në lojë nëpërmjet një çuriku që e mban afër edhe familjen e presidentit Trump. Sipas tij, unë pas kisha bërë një përpjekje që të shkoja në Beograd, prandaj nuk shkova të takoj papën për t'i dhënë lamtumirën pas vdekjes, po prisja të shkoja në Beograd, se në Beograd do shkonte djali I Trumpit dhe aty unë me vllaun tim Vučićin do futesha si fanti spathi dhe do ta përshëndesja, por kjo nuk që e mundur, sepse kjo dështoi, sepse Shtetet e Bashkuara. Tani, deri këtu, okej, ne I dim këto, po kur shef që detyrohen njerëzit e familjes presidentit Shtetet e Bashkuara që të mohojnë këtë çmenduri, të vjen turp. Realisht vjen turp. Se në fund të ditës atje nuk e di njeri dhe nuk e njeh njeri përveç këtyre që marrin $6 milion për ta njoftë se po të çohet edhe lymi I tytit edhe të paguaj $6 milion, vjen Latifi edhe na e prezanton të gjithë. Fillimi I hetimeve nga SPAK ka bërë që Selia Blu
të izoloj kontaktet me mediat për këtë skandal të dyshuar financiar në fushat. Partia Demokratike njoftoi përfaqësuesit e vet të mos flasin më për këtë çështje në publik, ndërsa Sali Berisha anulloi konferencën me gazetarët, kjo pasi të dielën Selia Blu dhe kryetari bën deklarata kontradiktore lidhur me përfshirjen direkte të Partisë Demokratike në këtë kontratë. Zakonisht mezi e pret takimin me gazetarët dhe zyra e tij e shtypit njofton disa herë, po si rrallëherë të ënën doktori nxori njoftimin se nuk i doli koha prej agjendës së ngjeshur. Agjenda e tij e vetme ishte një takim në një fasoneri, ku kujdes të premtonte se do kompensonte punëtorët për uljen e vlerës së euros. Unë ju garantoj ju se ne do kompensojmë çdo qindar të humbur në euro. Uljen e euros para zgjedhjeve, Berisha zakonisht e lidh me blerjen e votës, që sipas tij ndodh nga socialistët, por kësaj radhe në tregjet shqiptare është vënë re vetëm ulja e vlerës së dollarit. Nëse do vazhdoj logjika e demokratëve, monedha amerikane ka rënë për shkak të 6 milion dollarëve që janë blerë për të paguar kontratën e lobimit në Washington. Sigurisht rënja e dollarit ka lidhje me çështje të tjera, si tarifat e presidentit Trump, por shmangja e Berishës ndaj mediave ka sigurisht lidhje me tarifën që partia e tij ka paguar për t'u afruar me avokatin e tij. Këto 2 ditë është i të ndërruar edhe më shumë, sepse mësoj se Partia Demokratike ka marrë për avokat të kauzave tuaja të drejta avokatin e presidentit Donald Trump. Në fakt, kjo deklaratë të dielën Kuçov duket se ka shkaktuar rëmujën. Më herët, po të dielën, Partia Demokratike lëshoi një deklaratë ku mohonte se kishte qenë Selia Blu që kishte pajtuar avokatin e Trump, dukshëm në kundërshtim me deklaratën e kryetarit Berisha. Ndaj të hënën, si Berisha si Partia Demokratike sinkronizuan heshtjen. Pas konsultimeve me ekipin amerikan është marrë vendimi politik që asnjë përfaqësues i Partisë Demokratike dhe Aleancës për Shqipërinë Madhështore të mos dalë në media për këtë temë. Partia Demokratike ka dhënë variantin e saj final për këtë çështje në një deklaratë të bërë të shtunën. Çudia më e madhe thuhet zgjat vetëm 3 ditë. Sali Berisha kthehet të mërkurën në Tiranë nga një udhëtim në Spanjë, por SPAK ndërkohë njoftoi thellim të hetimeve, ku me siguri në dosje do të rezultojë edhe deklarata e tij entuziaste përballë militantëve të Kuçovës. E hëna duhet të ishte dita kur Sali Berisha të sqaronte pozicionin lidhur me kontratën 6 milion dollar. Tha të vërtetën Partia Demokratike apo ai? Është kontratë e Partisë Demokratike apo e ish elektricistit Nureddin Seci? Çfarë është ky fondacion Make Albania Great Again dhe a përfshihen apo jo edhe shërbimet e Laçivitës? Ndoshta në këshillën e këtij të fundit Sali Berisha zgjodhi heshtjen. Tani mbetet që transparencën ta bëjë drejtësia. Por SPAK thellon hetimet për kontratën e Partisë Demokratike me një kompani lobuese në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Prokuroria e posaçme po kryen hetime për veprën penale pastrim parash lidhur me shumën dhe burimin e parave të kontratës 6 milion dollarësh. SPAK do të sekuestrojë kontratën dhe dokumentacionin e plotë, si dhe pritet të marrë në pyetje të gjithë personat që kanë ndjeni apo që përfshihen në të. Prokuroria e posaçme po kryen veprime hetimore mbi veprën penale të pastrimit të parave në lidhje me kontratën e lobimit të firmosur mes Partisë Demokratike dhe një kompanie në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Hetuesit pritet të sekuestrojnë dokumentacionin dhe kontratën e lidhur mes kompanisë lobuese dhe Partisë Demokratike, vlera e të cilës shkon në 6 milion dollar në arkun kohor të 2 viteve. Nga ana tjetër, në prokurori pritet të thirren të gjithë personat që kanë ndjeni për lidhjen e kësaj kontrate, mes të cilëve dhe sekretari i përgjithshëm i Partisë Demokratike Flamur Noka, që ka firmosur edhe dokumentin. Një ditë më parë, SPAK njoftoi zyrtarisht nisjen e hetimeve pas publikimit në media të detajeve të kontratës. Sipas kontratës, thuajse në total për 2 vite, partia që drejtohet nga Berisha duhet i paguajë kompanisë 6 milion dollar, 250.000 dollar në muaj. Ndërsa garantori kontratës rezulton shtetasi shqiptaro-amerikan Nureddin Seci me origjinë nga Tropoja, njëkohësisht antar i kryesie i shoqatës Vatra në New Jersey. Kontratën e ka firmosur sekretari i përgjithshëm i PD-s Flamur Noka dhe ish këshilltari i presidentit Trump Carlo Trujillo, në cilësinë e presidentit të kompanisë lobuese Continental Strategy. Në kontratë emigranti 72 vjeçar, elektricistu alpinisti Nureddin Seci dhe fondacioni Make Albania Great Again janë zotruar të paguajnë kompaninë Continental 250.000 dollar në muaj dhe 6 milion dollar deri në vitin 2027.
Ndërsa deputeti Ferdinand Xhaferaj e quan një turp madhështor kontratën e Partisë Demokratike për heqjen e nëngratës Berishës. Xhaferaj thot se nuk ka transparencë për kontratën maramënse $6 milion dhe se kjo kontratë është vetëm për interesat vetjake të Sali Berishës. Xhaferaj thot se demokratët do ta ndëshkojnë Berishën para drejtësisë duke e bojkotuar në 11 maj. Kontrata $6 milion e Partisë Demokratike për heqjen e non-gratës së Sali Berishës në SBA për deputetin demokrat Ferdinand Xhaferaj është nënshkruar në kushtet e mungesës së plotë të transparencës. Në një intervistë për ABC News, deputeti Xhaferaj hedh dyshime për burimin e parave. Kjo kontratë prej $6 milion apo €6 milion, sikur se është artikuluar në media, na provon vetëm një gjë, që Aleanca për Shqipërinë madhështore, deri tani vetëm non-gratën e ka bërë madhështore. Është një kontratë që ajo që dim deri tani është që është e vendosur në kushtet e mungesës së plotë të transparencës, dhe kjo tregon që ka gjëra për të fshehur. Xhaferaj tha se kjo kontratë është vetëm për interesat personale të Sali Berishës, njëjtë siç ishte edhe kthimi i tij në krye të PD-s 3 vite më parë. Kishim një Berishë që 3 vite më parë u kthye për hallin e Partisë Demokratike apo u kthye për hallin personal. Kjo kontratë që ka efekte 2 vjeçare, qofse kontrata për mua si demokrat do të ishte e lidhur deri në maj, që tregon që ky është halli i Partisë Demokratike, zgjedhjet e majit, do të ishte një kontratë e bërë në interes të PD-s. Kontrata e bërë me efekte 2 vjeçare tregon që është bërë për të zgjidhur hallin e personal të Sali Berishës. Xhaferaj është i bindur se në 11 maj demokratët do të japin një mesazh të qartë Berishës, duke refuzuar të dalin në votime, si e vetmja mënyrë sipas tij për të ripërtërir Partinë Demokratike. Pra duhet kalosh oqeanet, që të gjesh një të dytë si Berisha. Kemi Fidel Castro në Kubë, që qëndroi për dekada e dekada në krye, dhe i dyti që vjen në Europë, duhet kalosh oqeane dhe dete, është Sali Berisha që qëndron. Inaf është inaf, mjaft është mjaft, boll. Dhe duke qenë se u kthye me impenim për hallet e tij, edhe demokratët nga Veriu në Jug e kanë marrë mesazhin. Është për të ardhur keq, por në 11 maj do qëndrojnë në shtëpi, se e vetmja mënyrë që mbas 11 majit të hapet mundësia që e djathta të bëhet mbi themelet e veta të shëndosha, si e vetmja mundësi që siguron rotacionin politik. Mirë, me mua në studio është bashkuar avokati i njohur, zoti Romeo Kara. Avokat, mirëmbrëma, kënaqësi që jeni me mua në Tirana Live. Avokat, pse s'pak ka nisur një hetim për kontratën e Partisë Demokratike $6 milion për të hequr nëngratën e Berishës, kur Flamur Noka thot se është e lishme me firmën që ka hedhur dhe gjithashtu Berisha ka falenderuar adhetarët shqiptar që do japin $6 milion për një patriot si ai? Mendoj që për te retorikës politike jemi në atë përfundim që unë kam thënë me ju për herë të parë, duke pasur një bisedë të tillë nga Dallas i besoj, që kjo kontratë radhë parë duhet çekuar dhe duhet hetuar. Në mënyrën se si Berisha nuk prononcoi për lidhjen e saj, për termat e pagesë, dhe për më tepër që mendonte që duhet të bëj disclose, domethënë më pas, pa të qëndronte e mbyllur deri pas zgjedhjeve, pata një nuhatje që këtu do të jenë miliona e miliona, dhe se nuk bëhe më fjalë për Partinë Demokratike, po bëhe fjalë për Berishën. Dhe atje është njësuar, dhe për i vërtetës nuk mund mojim, Rama është njësuar me PS-n, Berisha me PD-n. Ky sot është më në hallë se Rama, dhe është në njëjtin hallë që ka qenë në base edhe më tepër, për para disa vitesh kur bën një tjetër kontrat lobimi me Muzin Partners. Për kontratën e Bashës, e ke fjallë? Po bashkish. Po. U fut në lojë Binjata, nuk kemi më një Nureddin Seci, po kishim Binjatën atëherë, dhe prap do të marrë meritën dhe për zdrejti. Jam i vetmi që kam goditur gjykatësin që e mbylli. Në bashkëpunim plot, me dakordsi plot me eshën e PS-s, pra edhe PS-ja vetë dhe mediat nuk e thanë që gjykatësi Sallaku e mbylli në mënyrë paligjshme atë hetim, nuk e çoi për gjykim. Dhe
ai mos ndëshkim na solli prapë këtu. Sot kemi të bëjmë nga ana politike në skandalin më të rëndë që kemi, që një parti politike në funksion të një njeriu që është kryetari i saj fatkeqësisht në këto momente prapë u rikthye kryetar, i damkosur për korrupsion madhor, mund të ketë bërë me parat korrupsionit, unë dyshoj tani, në mënyrë se duke parë se çfarë ndodh në Amerikë, duke çekuar atje. Këto janë kontrata që variojnë nga 10 deri në $100,000 në muaj. Kjo kontratë shkon mbi 2 fishe ca, pra mbi 250%. Duke qenë të tilla, këto kontrata në Amerikë nuk është e lishme. Kjo kontratë jam me bindje të plot. Kjo kontratë do të hapi skandal në Amerikë. Dhe ka filluar skandali, besoj. Edhe do të çekohet atje. Një nga arsyet pse këto kontrata hetohen është edhe për ndikime të palishme në vendimarrjen ekzekutive të autoriteteve amerikane nëpërmjet këtyre parave. Pra po thoni që kjo kontratë kalon edhe shumën e lobimit në Amerikë. Po nuk ka pasur kontrata të tilla zakonisht në Amerikë. Pra kjo kontratë është e frikshme. Aq më tepër që serviret sikur me këtë kontratë është blerë dakordësia e presidentit amerikan. Unë mendoj që nuk është Shqipëria në atë vallën e vendeve, tani presidenti amerikan ka politika financiare, parat do t'ja marri vendeve që kanë, Europë, Japoni, Kore e Jugut e tjerë, bën politikat të tjera të tarifimit për të shëndoshur buxhetin amerikan, por te Shqipëria ata shohin një aleat strategjik, një pikë gjeopolitike, një kryqëzim gjeopolitik, ku morali përcakton ku do të jetë Shqipëria, çfarë lloje të politikës madhe. Dhe kjo kontratë komprometon qendrimin amerikan. Besoj, kaq sa kemi thënë, po themi, pra nuk ka skandal më të madh, duhet pushoj fushata. Nuk e di pse Rama me çerek zëri bën gjë e batuta. Ky është skandal. Ke dal fitosh pushtetin. Theksoje, ky është i skandal. Kundërshtari yt politik nuk mund të trajtohet më në këtë mënyrë. Është një super skandal. Ku po shkojmë ne? Pra ne po shkelim gjithë barazinë në zgjedhje. Kjo kontratë, e cila shkel në ligjin shqiptar të financimit partive. Pse nuk ka një reagim nga Komisioni Qendror Zgjedhor atë? Po ata presin urdhën nga Rama. Prandaj ky është skandal, me gjysmë zëri, sikur ka ardhur keq. Jo më që ky person tani bën një gjë me të me ringjallje politike, vjen si lugat edhe i tregon dhëmë shqiptarëve më keq se sa përpara. Dhe nuk përdor më tani Avokat, jo të ndalemi Noel Kalan me 6.8 milion euro të Çezit, tani ka gjetur një tjetër në Edin Seci, ka gjetur dhe një bedel si Muli, po kjo kontratë, ju thotë kjo Muli ka thënë, pse do të, kjo kontratë duhet parë, dhe nuk mund të kalojmë më ne, gjithë diskutimin politik duhet ngeli këtu. S'pa ka nisur hetim për këtë kontratë, avokat, por ndërkohë emri i Nureddin Secit, që ju përmendët, është si garantor në këtë kontratë, gjë që do të thotë nëse Flamur Noka nuk do i paguaj $6 milion, them Flamur Noka pasi ai është përfaqësuesi i Partisë Demokratike, sekretari i përgjithshëm i cili ka firmosur këtë kontratë, nëse Flamur Noka pra nuk do i jap këto para, do i paguaj elektricisti apo alpinisti Nureddin Seci. Pra, avokat, milionat e dollarëve i paguam Partia Demokratike dhe jo adetarët shqiptar. Tregon kjo këtë nga ana ligjore? Kush i paguam milionat e dollarëve? Tani unë jam kontraktor në thelbin tim, edhe në edukimin tim, edhe universitar dhe pas universitar. Kur flitet për garanci kontraktore, e paraqitet. Unë nuk e di çfarë ka paraqitur zotëria për garanci kontraktore. Nuk e di Seci. Prandaj kjo kontratë duhet hetuar, do merren të dyja palët, të dyja shërbimet partnere. Dhe në shuma kaq të mëdha çfarë paraqitet? Shiko, si garanci kontraktore. Kontrata të tilla që janë me jashtë kalojnë nëpërmjet tani SPAK-u, do merret do hetohet edhe nga Departamenti i Drejtësisë amerikane, po të ishe brendshme, do kishe departamente tjera që do merreshin. Pra, do të shkoj puna deri atje. Po personi që thot dal garant, ai ka parat. Se si ka vënë parat, pra do të shkoj më thellë kjo punë dhe do dali, do i zbulohen petët lakrohet më shumë. Tani avokat, por nuk mundet në bazë të ligjit shqiptar për partitë politike, ai zotëri të shtoj të financoj Partinë Demokratike dhe këta t'ja pranojnë,
pa një regjistër të veçantë, pa një numër caktuar deri në parat tek numri llogaria e Partisë Demokratike dhe pa respektuar kufirin. Pra burimi edhe sasia tregojnë që kemi shkelje të rënda ligjore. Pikërisht këtu dua ta avijoj bisedën. $750,000 avokat janë paguar paradhënie për 3 muaj. A justifikohet kjo shumë nga fondi që Partia Demokratike ka në dispozicion nga shteti për fushatën elektorale? Çfarë reagimi duhet të ketë? Kjo justifikon vetëm çfarë kam thënë, që Berisha është bilioner. Berisha dhe gjithë ta që kemi politik janë bilioner, këta parat si ka problem, me ato parat që na kanë marrë, me ato lyen. Çfarë reagimi duhet të ketë fillimisht nga ana ligjore, nga Komisioni Qendror Zgjedhor apo edhe vetë SPAK, vetëm për këtë? Dhe ne njerëzit se ne po presim nga këta. A ka opinion publik? Se kemi 2 rraqe të racës njerëzore, si mos shqiptare, servila dhe militant, që kanë hedhur dignitetin poshtë, patriotizmin, Shqipërinë dhe çdo gjë tjetër, dhe vënë interesat e tyre pas liderëve edhe gëlltisin çdo gjë që thon liderit, me ata bëhen pula, me ne tjerë në opinion janë bërë çakej. Tani ka mundësi të themi tyre boll se na shkatërrua domethënë çdo lloj koncepti të jetuar si barabart të vend. Ç'është kjo tani? Që ti shkel ligjin se je ti, se ne kemi ca patriot atje. Po çfarë duhet mua patriotizmi Berishës? Patriotizmi njëmi vetë mund të jetë barabart me patriotizmin tim. A kam të drejtë apo s'kam drejtë? Apo cërnohet baza e drejtësisë të kësaj shoqërie shqiptare apo nuk po cërnohet? Apo cërnohet shteti apo jo? Pse do t'i marrim leje këtyre në Ramës dhe Berishës që SPAK-u të funksionojë? Ne detojmë SPAK-ut si qytetar të pavarur fare. Mundësisht merru me këta, ngec janë fyt dhe fushatën, të gjithë palve. Kap edhe Ramën që se ka bërë, kap edhe Berishën, ngec janë fyt. Dhe kryesore është se foli Ferdinand Xhaferi përpara. Pse ne kemi toleruar si shqiptar kur tha Ferdinand Xhaferi ka ardhur një SMS këtu që ne të rim urt se do ta marrin, do na sjellin vulën. Kush ndikoi kjo vula? Totale me ne, domethënë. Dhe shpresoj më shumë këtë drejtësia amerikane tani. Për arsye se atje do të jetë bë skandal. Për këtë dua të flas tani avokat. Duket sikur edhe nga ajo që thoni ju ka një revolt pa kënaqësie të brendshme në njerëz se si Noka apo Berisha me paturpsinë më të madhe flasin me dhunën e paras korruptuar. Dhe flasin për varfërinë e shqiptarëve me paturpsinë më të madhe. Nuk më intereson më. Tani standardi është drejtësia, Emilian. Nga ana tjetër, standardi është drejtësia. Jo, dakord jam me ty, po nga ana tjetër dalin e mburen për milionat e dollarëve që ata do japin për të pastruar baltën e Berishës. Ndaj avokat dikush do thoshte, ju jeni njeriu që keni denoncuar korrupsionin e Metës që sot ndodhet në burg. A do keni ju një kallëzim penal për këtë rast, jo vetëm në SPAK, le të themi, por kam parasysh edhe lidhjet që ju keni në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku vetëm pak ditë keni që jeni kthyer nga një takim atje. Unë po të zotohem publikisht, ty si mik, po edhe njerëz të tjerë. Këta në detyruan të merren me politikë dhe pa e pasur mbas edhe në mendje. U morëm në 1991, 92, ndryshim sistemi dhe pa maq misionin. Këta po na bëjnë që të merrem me kot plot dhe do merrem me të punë. Dhe ball për ball. E para do të merrem me çdo rast. Unë dhe miqtë e mi. E dyta, një nga arsyet që mund të realizoj, po të paktën pjesërisht e kam realizuar. Të referoj të situatë reale o në Kongres direkt, ose në një seancë, ose në Komisionet e Kongresit Amerikan. Çfarë po ndodh këtu? Këta nuk mund ta mbyllin gojën dhe të bëjmë sikur ne nuk jetojmë këtu dhe sikur këto ëndra që kemi ne, që janë baza për një shoqëri të drejtë, janë të pamundura, sikur ndërtimi i Shqipërisë, shteti, drejtësia, familja, mirëqenia, një mirëqenie normale, të jetojmë, një minimum etik, janë misione pamundura në Shqipëri. Jo. Në kohë që këta bëjnë pazare, ne nuk mund të heshtim më. Dhe kështu që krahas kësaj, patjetër që do të marrim të gjitha hapat, me që SPAK-u e filloi kryesisht, do të presim, nuk vazhdon SPAK-u, ne do të provokojmë sistemin deri në fund. Kur thoni të gjitha hapat, çfarë kuptoni me këtë? Gjitha hapat ligjor. Dhe fund fare e kam thënë, atë të çota i popull që kanë ngelur, besoj se ka, do të mbushet kupa dikur, çdo kup mbushet dikur, ja ku e kemi, mbasi e mbush çdo pikë do të bjerë derdhët. E ti shkojmë, e ti heqim ne
nga ky pushtet që kanë uzurpuar me këto forma. Ne kërkojmë, tani, Berisha mban veten si avokat të Shqipërisë, dashka një avokat si për avokati, avokat në katror, avokat fuqi avokat, se nuk është gjendje edhe nuk fitojnë gjyqjet pse kam avokatin e mirë, pa pasur bazë ligjore, pa pasur fakte. Ne themi fakti plet vet. Ku ka avokat që a kam thonë që Lasi Vitaj mund të gjej fundin e tij duke marrë me Berishën? Ja ku kemi. Ky është fundi i Lasi Vitaj. Për mua është në prag një skandali. Nëse nuk, duke parë se si sillet Berisha, e ka mbyllur partinë për të prononcuar, duke parë që ka përdorur një seci dhe Nur Mokën, është sigurt që i ka përdorur për kamikaz, por faturën ta marrë dhe vetë politikisht. Të mos themi dhe ligjërisht. Avokati ishte kënaqësi që ishit me mua këtë mbrëmje. Kënaqësi për mua edhe pse kjo temë më ka revoltuar pak. Është pa pranueshme dhe besoj që këtu ka mbaruar fushata. Unë jam i detyruar shoh tani një pushtet. Dhe në fakt nuk jeni vetmi që jeni revoltuar. Një pushtet që e meriton e të mos jetë fare që sot Rama dhe ky tjetri që nuk e di ku duhet jetë pasaj. Me këto që bën domethënë. Avokat, faleminderit që ishit me mua këtë mbrëmje. Faleminderit juve. Ndërkohë, vendimi për nisjen e gjyqit ndaj Sali Berishës për korrupsionin në dosjen Partizani do të jepet në 5 maj. Gjykata e posaçme rrëzoi kërkesën e ish kryeministrit të akuzuar për korrupsion për përjashtimin e kësaj gjyqtarje nga procesi dhe seanca paraprake është shtyr nga lojrat e avokatëve prej 5 muajsh, por në seancën e fundit gjyqtarja Davidi pranoi si të vlefshme provat e SPAK duke i hapur rrugë këtij procesi. Gjykata e posaçme rrëzoi kërkesën e avokatëve të ish kryeministrit Sali Berisha për përjashtimin e gjyqtares Fluera Davidi nga seanca paraprake për kalimin ose jo për gjykim të dosjes së privatizimit të ish kompleksit Partizani. Pas këtij vendimi në datën 5 maj, Davidi duhet të vendosë mbi kërkesën e prokurisë së posaçme për kalimin ose jo për gjykim të dosjes Partizani, ku të pandehur për korrupsion e pastrim parash janë marrë ish kryeministri Berisha, dhëndri i tij Amar Maltezi dhe 3 persona të tjerë. Pak ditë më parë, avokatët mbrojtës i kërkuan gjykatëses paraprake që provat e SPAK mbi këtë dosje, të cilësoheshin të pavlefshme, por kërkesa u rrëzdua dhe pas kësaj ata kërkuan përjashtimin e Davidit. Nga ana tjetër, seanca paraprake ndaj ish kryeministrit dhe 4 pandehurve të tjerë ka zgjatur më shumë se 6 muaj, edhe pse ligji parashikon që ajo duhet të mbyllet brenda 30 ditëve. Më së shumti shkak për shtyrjen e seancave janë bërë avokatët e të pandehurve, ndërsa Sali Berisha po hetohet në masën e detyrimit për të paraqitur dhe dhëndri i tij Amar Maltezi në masën e arrestit shtëpiak, pasi janë marrë zyrtarisht të pandehur për korrupsion e pastrim parash. Në këtë masë ish kryeministri ndodhet që prej datës 3 janar me vendim të gjyqtarit të apelit të posaçëm, Engert Pëllumbi. Ish kombinati i autotraktorëve në Tiranë do të transformohet në një uzinë për industrinë ushtarake. Në të do të prodhohen autoblinda, transportues të artillerisë, zjarfikse, autoambulanca dhe uniforma ushtarake. Një pjesë e këtij prodhimi do të jetë i dedikuar për eksport, duke dhënë impakt direkt në ekonominë shqiptare. Shqipëria synon të ringrej industrinë ushtarake. Ish uzina autotraktorëve tashmë do të transformohet në një fabrik për prodhimin e uniformave ushtarake, zjarfikëseve dhe autoambulancave. Kryeministri Edi Rama tha se me projektet e reja synohet që të ndërtohet një rrjet i plot i prodhimit në vend për nevojat e forcave të armatosura, por edhe për eksport. Rrjetësimin e një infrastrukture të vjetër, të mbetur jashtë funksionit, si që është dhe kjo infrastrukturë këtu, apo si që ishte infrastruktura e kompleksit industrial të Rubikut, apo infrastruktura tjera në territorin e Shqipërisë, ku synimi ynë është që të ndërtojmë një rrjet të plot të prodhimit në vend për nevojat e forcave tona të armatosura, për nevojat e forcave tona të policisë, për nevojat e forcave tona zjarfikse, por edhe për eksport.
Ringritja e industrisë së armatimeve në vend shihet si një mundësi më shumë për nxitjen ekonomike dhe rritjen e pensioneve. Të shkoj për të stimuluar ekonominë tonë kombëtare, nga ana tjetër përmes krijimit të këtyre hallkave të reja të një zinxhiri prodhues të krijohen vende të reja pune të mirë paguara për teknik dhe për ekspert të nivelit lartë dhe sigurisht patjetër edhe që përmes këtij procesi të stimulojmë edhe teknologjinë e inovacionit. Kreu i qeverisë i cilësoi akuzat se kjo fabrikë do të jetë një vatër e rreziku për njerëzit, si një teori konspirative dhe çmenduri. Komisioni Qendror Zgjedhor ka testuar sot pajisjet e identifikimit biometrik të zgjedhësve, të cilat përdoren në qendrat e votimit në të gjithë vendin. Po ashtu janë ngritur edhe pika informimi për qytetarët që do të votojnë në mënyrë elektronike. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve testoi këtë të hënë pajisjet elektronike të identifikimit biometrik të zgjedhësve, të cilat do të vendosen në 5225 qendrat e votimit në të gjithë Shqipërinë. Në 11 maj, karta identitetit të çdo votuesi do të skanohet përmes kësaj pajisje, bashkë me verifikimin e shenjës së gishtit. Janë 3% të gjithë pajisjeve, të sasisë totale të pajisjeve të identifikimit elektronik që do të përdoren në rand vendi, rreth 150 sa pajisje, të cilat janë përzgjedhur me një procedurë rastësore dhe do t'i testohen të gjitha funksionalitetet. Pra, rasti normal, i zgjedhësit normal, i zgjedhësit që paraqitet për herë të dytë, të zgjedhësit që i mungojnë shenjat e gishtrimve dhe kështu me radhë. Duke marrë në konsiderat problematikat e hasura në zgjedhjet e kaluara, Pelingu foli për një sër masa shtesë, ndërkohë i gjithë kostoja e identifikimit biometrik të zgjedhësve do të jetë $1.1 milion. Janë parashikuar hapa shtesë për verifikimin e çdo pajisje në mënyrë që të jemi të sigurt që nga momenti që del nga magazina për t'u drejtuar qendrave të votimit të mos ketë probleme teknike. Dera diku është tek $1.1 milion, sepse kemi pasur një update të softit, shërbime shtesë, mirëmbajtje për ato pajisje të cilat kanë rezultuar që kanë pas nevojë për mirëmbajtje, zëvendësim pjesësh. Paralelisht me pajisjet e identifikimit biometrik, KQZ ka ngritur qendra të lëvizshme në terren për informimin e qytetarëve për votimin elektronik, që do të implementohet në njësi numër 10 në Tiranë dhe Bashkinë e Vorës. Kanadezët votojnë sot për qeverinë e re. Mark Carney, kryeministri në detyrë, është kandidati liberalëve që janë në pushtet prej 9 vitesh. Ai mori postin në mars pas dorëheqjes Justin Trudeau dhe prej atëherë është përballur me Trump sa i takon vendimeve të presidentit amerikan për tarifat tregtare. Kanadezët janë drejtuar këtë të hënë kutive të votimit për të zgjedhur qeverinë e ardhshme në një kohë lufte tregtare dhe kërcënimi për aneksim nga Shtetet e Bashkuara. Votuesit do të vendosin nëse do t'i japin kryeministrit të përkohshëm Mark Carney një mandat të plot 4 vjeçar apo do t'i japin Partisë Konservatore drejtimin pas më shumë se 9 vitesh qeverisje të Partisë Liberale. Marrëdhënia e pasigurt e Kanadas me Shtetet e Bashkuara ka ndikuar në rrjedhën e fushatës së këtij viti. Tarifat e Donald Trump kundër eksporteve kanadeze përbëjnë një kërcënim të madh për ekonominë e vendit dhe kërcënimet e tij për të aneksuar Kanadan si shteti 51 i Shteteve të Bashkuara kanë zemëruar kanadezët e çdo bindjeje politike. Edhe pse kanadezët kanë një gamë të larmishme partish për të zgjedhur në fletvotime, gara kryesore është midis liberalëve në pushtet të udhëhequr nga Carney që nga marsi dhe opozitës konservatore të udhëhequr nga parlamentari i hershëm Pierre Poilievre. Carney u bë kryeministër në mars pasi paraardhësi i tij Justin Trudeau dha dorëheqjen nga detyra pas sondazheve që sugjeronin një humbje të madhe në zgjedhjet federale. Ai ka mbajtur një shëndrim sfidues ndaj Washingtonit duke vazhduar tarifat reciproke të Trudeau kundër SBA-s.
para fillimit të procesit të votimit, nuk mungoi as reagimi Donald Trump, që sërish vijoi pretendimet e tij për ta bërë Kanadan shtetin e 51 amerikan. Në një postim në rrjetet sociale, Carney u përgjigj Trump dhe u bëri thirrje kanadezëve që të jenë të bashkuar, pasi ata vendosin çfarë ndodh në vendin e tyre. Edhe kreu i Partisë Konservatore, Pierre Poilievre, reagoi ndaj Trump, duke i thënë të mos ndërhyjnë në zgjedhjet kanadeze. Konklava për zgjedhjen e Papës së Ri do të mblidhet në 7 maj. Për emrin e ri që do të vendoset për pasues të Franceskut, do të vlej vota e 135 kardinalëve me moshë 9-10 vjeç, por në konklav do të diskutojnë 240 kandidat nga e gjithë bota. Konklava për zgjedhjen e Papës së Ri për mbi 1.4 miliard besimtar katolik në mbar botën do të nisë në 7 maj. Vatikani njoftoi se vendimi u mor nga kardinalët që u mblodhen për herë të parë këtë të hënë, që pas ceremonisë së varrimit të Papa Franceskut, që u mbajt të shtunën. Janë 240 kardinal nga mbar bota, por vetëm 135 prej tyre, të cilët janë në moshën 80 vjeç, kanë të drejtë të votojnë dhe të marrin pjesë në procesin për zgjedhës. Kardinalët mbi 80 vjeç, edhe pse nuk do të votojnë, kanë të drejtë të marrin pjesë në diskutime. Zëdhënësi i Vatikanit, Matteo Bruni, tha se përpara votimit kardinalët do të marrin pjesë në një meshë të përbashkët në Bazilikën e Shën Pjetrit. Pas kësaj meshe ata do të hynë në Kapela Sistine, ku do të qëndrojnë të izoluar tërësisht nga bota, deri në zgjedhjen e Papës së Ri. Në ditën e parë të konklavës do të zhvillohet vetëm një raund votimi, ndërsa në ditët pasuese do të mbahen deri në 4 votime në ditë. Për zgjedhjen e Papës së Ri nevojitet një shumicë prej 2/3 të votave. Nëse pas 3 ditësh nuk arrihet një rezultat, kardinalët mund të kërkojnë një ditë lutje dhe reflektim. Ashtu siç është tradita, tymi që del nga uxhaku i Kapela Sistine do të njoftojë botën. Tymi i zi tregon se nuk është zgjedhur ende një pap, ndërsa tymi i bardhë sinjalizon zgjedhjen e Papës së Ri. 2 konklavat e mbajtura më parë në vitin 2005 dhe 2013 zgjatën vetëm 2 ditë. Por sipas asaj që shkruajnë mediat, konklava e këtij viti pritet të zgjas më shumë, pasi kardinalët e emëruar nga Papa Francesku nuk e njohin njëri tjetrin. Përshëndetje dhe mirë se vini në War Update, do t'jeni me mua Sali Doçen për të parë zhvillimet nga 2 konfliktet më të nxehta globale. Sulmi i kryer nga forcat ruse u zgjerua me masakrat kryera në Mariupol, siç ishte bombardimi i një teatri të mbushur me civil. Pas Institutit për Studimet e Luftës, lagja më e vështirë për Izraelin po kthehet pikërisht lagja Shijaja, ku prej javësh forcat izraelite në Khan Yunis ne shohim se struktura mbetet e njëjtë sa i përket zhvendosjes së trupave izraelit dhe nuk shohim përparime të dukshme. Së bashku do të shihemi sërish nesër për më krejat e fundit nga konfliktet më të nxehta globale. Presidenti rus Vladimir Putin ofron një anëpushim 3 ditor për Ukrainën, një ditë pas kritikave të presidentit amerikan Donald Trump ndaj sulmeve të pandërprera të Moskës. Por oferta vlen vetëm për 3 ditë që përkojnë me festimet e 80 vjetorit të çlirimit nga nazizmi dhe Putin në këtë mënyrë provokon sërish pasi në thelb të sulmit të tij 3 vite më parë ishte justifikimi i zhdukjes e elementëve fashist në Ukrainë. Kievi thotë se anëpushimi i sinqert duhet të fillonte që sot dhe jo në 8 maj. Presidenti rus Vladimir Putin shpalli të hënën një anëpushim të përkohshëm në luftën që ushtria e vendit të tij po bën në Ukrainë. Kremlini njoftoi se anëpushimi i përkohshëm do të zgjas nga mëngjesi 8 maj deri më 11 maj, duke përkuar kështu me festimet që Moska do të mbajë në 9 maj, në atë që ajo e quan dita e fitores ndaj nazistëve në luftën e dytë botërore. Në deklaratën e publikuar nga Kremlini në Telegram, thuhet se presidenti Putin kishte vendosur të kishte një anëpushim bazuar në konsiderata humanitare. Mëtej në deklaratë thuhet se Rusia beson se pala ukrainase duhet të ndjekë të njëjtin shembull. Në rast shkelje të anëpushimit nga pala ukrainase, forcat e armatosura të Federatës Ruse do të japin një përgjigje të përshtatshme dhe efektive. Kjo lëvizje e Putin vjen në formën e një provokimi të qartë ndaj perëndimit dhe mbar botës, pasi kreu i shtetit rus ka deklaruar më parë se atë që ai e quan operacion special në Ukrainë po e zhvillon për të shërënjosur nazizmin. Në deklaratën e Kremlinit të hënën, thuhet gjithashtu se Moska
është e gatshme për bisedime pa kushte paraprake me Kievin dhe partnerët ndërkombëtar për t'i dhënë fund luftës në Ukrainë. Kievi dha një përgjigje të qartë dhe të prerë ndaj armëpushimit të Putin, duke thënë se nëse Rusia dëshiron paqe, ajo duhet të ndalojë menjëherë sulmet. Në një postim në rrjetin social X, ministri i jashtëm Ukrainas Andriy Sybiha ngriti pyetjen pse duhet pritur deri më 8 maj për armëpushimin, duke vënë në dukje se gjithçka po bëhet thjesht për një paradë. Ukraina është e gatshme të mbështesë një armëpushim të qëndrueshëm dhe të plotë për të paktën 30 ditë, tha ai. Një armëpushim i ngjashëm u vendos mes Ukrainës dhe Rusisë përgjatë fundjavës së Pashkës këtë vit, duke sjellë kështu një ndalje të përkohshme të luftimeve. Megjithatë, palët nuk i ndalen akuzat e ndërsjellta se ky armëpushim ishte thyer me mira herë. Deklarata e Putin për armëpushim të hënën vjen pasi Shtetet e Bashkuara e kanë përshkruar këtë javë si një javë kritike në vendosjen e paqes mes Rusisë dhe Ukrainës. abcnews.al është adresa jonë zyrtare në internet ku ju mund të klikoni për të lexuar të gjitha lajmet në kohë reale dhe po në kohë reale na dëgjoni gjithashtu në frekuencën e radios ABC 105 FM. Këtu kemi ardhur në fund të Tirana Live, por vetëm pas pak vjen Juli Krisafi me edicionin qendror të lajmeve. Ju ftoj ta ndiqni.